Mirësitë e muajit Dhulhixhe dhe veprat që kryhen në të. Çdo ditë nga 10 ditët e Dhulhixhes të bëhet tehlil, të thuhet La ilaha illallah, i treguar prej prijesit të besimtarve Aliut alayhi salam, i cili ka shpjeguar edhe shpërblimin e madh që ka ky tehlil. Është e preferueshme që tehlili i mëposhtëm të këndohet 10 herë për çdo ditë. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, sa është numri i netëve dhe i kohëve. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, sa është numri i valëve të detrave. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, mëshira e tij është shumë më me vlerë se pasuria që ata grumbullojnë. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, sa është numri i shkureve e i drunjve. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, sa është numri i fijeve të flokëve dhe i qimeve. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, sa është numri i gurëve e i plisave. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, sa është numri i lëvizjeve të kapakëve të syve. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut në natën kur fillon të erësohet dhe në mëngjesin kur fillon frymëmarrja. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, sa është numri i errave në stepa dhe i shkëmbimve. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut nga fillimi deri në ditën që do t'i fryhet surit.